Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, uroj që të kaloni bukur, uroj që të argëtoheni në këtë javë fatkeqësisht shumë të nxehtë, por mirë, kemi Bregdetet, po e shijojmë pafund. Do doja pak të ndaloj tek Laert Vasili. Laert Vasili, edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, po tregon patriotizmin e tij. Po tregon dashurinë e madhe që ka për Kosovën, po tregon historikun që e njeh shumë mirë dhe ditën e djeshme ka bërë një veprim. Një veprim në fakt që është i përngjajshëm me veprimet e Gjestit, me mënyrën se si Gjesti i ka bërë gjërat. Laert Vasili në ditën e djeshme ka shkuar në vizitë tek vari i legjendarit shqiptar Adem Jasharit. Në këtë vizitën, Laerti ka vënë lule në shenjë përkujtimi të veprës së tij, të asaj që Adem Jashari ka bërë për të gjithë shqiptarët, dhe më pas ka vizituar edhe kullën e Jasharajve. Dashuria e tij dhe shpirti i tij shqiptar dje ishte i dukshëm në këtë vizitë që bëri Laerti. Më pëlqeu shumë sepse ka shumë artist, ka shumë personazhe VIP që shkojnë në Kosovë dhe nuk u kujtohet që të shkojnë të kujtojnë veprën apo të ndajnë një moment heshtje për të gjithë atë që Adem Jashari ka bërë për popullin shqiptar. Laert Vasili e bëri këtë gjën, e bëri në mënyrën më të mirë të mundshme. Laerti dukeshte shumë i emocionuar në foton dhe në videon që kishte nxjerrur, dukeshte shumë i dhimbsur shpirtërisht për gjithë atë gjën që ai e prekte me dorën e tij dhe dukeshte tepër, domethënë, i lumtur që në këtë pikë të famës së tij, edhe pse në Big Brother u komentua shumë, u fol shumë raporti i Laertit me kombin shqiptar, domethënë është komentuar dhe origjina e tij greke, gjë të cilën u duk që e kishte prekur dhe nënën e tij, e cila në surprizën e të parë të Laerti që më u bë personazhi më i njohur publik e përmendi disa herë këtë gjën. Domethënë Laerti ka bërë një vepër shumë unike dhe të bukur. Laert Vasili vizitoi Kosovën, por nuk haroi të viziton Adem Jasharin. Si u duk juve ky moment historik që në fakt Laerti nxori në Instagram?